Festat e fundvitit do të rrisin numrin e të sëmurëve me grip dhe viroza, pavarësisht se për momentin ka një numër konstant dhe jo shumë të lartë të prekurve, mjekët e parashikojnë kulmi në janar. Bashkë me gripi në qarkullim është edhe COVID-19. Ky i fundit është në qarkullim edhe gjatë këtyre ditëve. Jo vetëm tek të rriturit, por COVID është pozitiv edhe tek fëmijët. COVID tashmë nuk po njeh kufi moshe, pasi me COVID ka rezultuar edhe foshnja 1 muajsh. Rastet e COVID-it nuk është se ka ndaluar. Po thuaj se edhe tani në vjesht edhe këto ditë ne kemi pasur raste COVID-i, ne kemi testuar. Pra, ekzistojnë testet, rapid testet në qendra shëndetësore dhe e kemi testuar. Një pjesë e fëmijëve kanë dalë COVID pozitiv, kjo nuk ka pasur, si themi, një kufi moshe, kanë dalë fëmijët që nga 1 muajsh, 2 muajsh e lartë, edhe fëmijët e shkollave kanë rezultuar me COVID pozitiv. Mjekja Raimonda Zoto thekson se nuk ka patur komplikacion ndaj COVID-19 apo thëndryshe raste të rënda, kryesisht tek fëmijët. Nuk është se kemi pasur ndonjë si thua komplikacion ndaj COVID-it, shenjat kanë qenë maksimumi 2 deri në 3 ditë dhe fëmia është stabilizuar, u është kërkuar prindërve që të bëhet një rikontroll pas kalimit të shenjave të COVID-it dhe aktualisht jemi në situatën që nuk kemi asnjë të rënduar nga COVID pozitiv. Duke folur për vaksinën kundër COVID-19, mjekja Zoto thekson se nuk ka pasur kërkesa, por janë vetëm moshat e treta që e kërkojnë ta aplikojnë, apo ata persona që janë me sëmundje bashkëshoqëruese, apo ata persona që duan të udhëtojnë. Tani në këto momente nuk është se kemi pasur ndonjë kërkesë për vaksinimin për COVID, edhe pse u kemi sugjeruar, janë më tepër moshat e treta që e kërkojnë ose ata persona që duan të udhëtojnë. Por cilat janë këshillat që japin mjekët? Kryesorja është që prindërit duhet të konsultohen me mjekun e familjes dhe të mos marrin medikamente në farmaci pa rekomandim. Atëherë, nëse fëmia paraqet shenjat e një infeksioni viral apo një temperaturë, një dhimbje koke, lodhje, kputje, rruf, teshtima, koll, duhet paraqiten pranë qendrës shëndetësore. Pra, në qendrën shëndetësore duhet të takojnë me mjekun e tyre, të fëmijëve dhe duhet që të marrin informacione se si do të vazhdojnë ndjekjen e fëmijës. Të mos vrapojnë nëpër farmaci duke marrë qoftë antipiretikët, pra medikamentet kundër uljes temperaturës pa kriter apo vitamina pa kriter apo shurupe kolle pa kriter që edhe mund të mos jenë fare të nevojshme apo antibiotik pa kriter. Pra duhet të konsultojnë me mjekun e familjes që të japin orientimin e duhur, qoftë edhe për terapin, qoftë edhe për këshillat që janë si shtimi i sasisë së lëngjeve, i marrjes së vitaminave apo i qëndrimit në shtëpi, i kufizimit të mos jenë në komunitet.